Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj mërkure të datës 29 korrik 2026, ora 7 fiks, nisim emisionin, ora juaj dhe për ditën e sotme do të jemi së bashku në këto 2 orë të para të ardhshme, si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Edhe për mëngjesin e sotëm do të përpiqemi që në minutat e para deri diku rreth orës 7:15 minuta të bëjmë panoramë përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm përmes oranews.tv për ta nisur edhe ju ditën kështu të informuar dhe kthehemi pas pak minutash në komunikim të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, lëkundje tërmeti në Janin ndihen në jug të vendit, ja sa ishte magnituda. Prokurori dëshmitarit në gjyqin e Lajrit Haxhiut mos bëj kush i vrau këta njerëz rrëfimin Sami Bashaliut. Aksident fatal në Bilaj, përplasja mes 2 makinave, merrjet e një personi, një tjetër në gjendje të rëndë. Ermal Beqiri në kërkim nga SPAK, por fiton sërish kompanitë e tij marrin tender 50.000 euro nga universiteti. Video, alarm zjarri në Fier, flakët shpërthejnë pranë drejtorisë arsimore, zjarr fiksit neutralizojnë zonë. Dita 59, asnjë algoritëm nuk e fsheh realitetin, pankartat e tubimit te kryeministria. Policia blindon zonat turistike, 357 gjoba për shpejtësi ekstreme vetëm gjatë fundjavës. Aksident në vdekje në Bilaj të Krujës, viktima humbi jetën në vendin e ngjarjes. Fundi aratis për Ermal Beqirin, arrestohet në Francë, biznesmeni kërkuar për dosjen e akshit. Në dishte caktuar, arrest në burg. Video dhe emri konflikti për pronën mes familjeve në Puk përfundon me plagosjen e 2 personave. Nuk bindet gjykata supreme, Ervin Mata mbetet në burg, prokuroria braziliane pro ekstradimit në Shqipëri. Pamje, zjarri i madh në një fermë blegtorale, patos flakët për hapen me shpejtësi nga era. Aksidenti rënd në aksin pushimi shoferit Fier Shegan, makina përfundon kanal pas parakalimit gabuar. Zbrazja e fshatrave dhe shkollave shqiptare. Halila i arsimi në Shqipëri nuk është në ditë mirë. Buxheti duhet të shkojë në 5% prodhimit brendshëm brut. Pas 58 ditësh rezistencë, protestat humbin ritmin maho, kauza rrezikon të shuhet pa një strategji të re. Aksident fatal në portin e Durrësit. U godit nga kamioni, teksa dorëzonte dokumentet, humbi jetën 62 vjeçari. Korç, makina përplas karrocën me fëmijë 1 vjeçar, shoferi dërgon vet në urgjencë. Masat e sigurisë tenderat e 1 milion euro në Bashkinë Divjak, GKK-ja dënon 6 zyrtar për shkeljen procedura. Gjykata e lartë rrezon nënën e kryemadhit, mbetet në GKK dosja me akuzat për pastrim parash dhe shuma e pa justifikuara. Video aksident unazën e Patos i plagoset një grua dhe një fëmijë. I pandehur për korrupsion në zgjedhje Kristian Shkreli dëshmon në gjyqin ndaj tij nuk kam premtuar asgjë për vota. SPAK zbarkon Bashkinë e Tiranës, Byroja Kombëtare e Hetimit kryen kontrolle. Ndalim të zhvillimet nga politika. Gonxha në Oranews, qershori Rapi Kjat, ministri flet për shifrat alarmante të turizmit dhe protestat. Shqipëria nën hijen e krimit, PD zbardhë raportin e OSAK, ndrog korrupsion dhe mungesë sigurie. Siguria është zero, Zhupa publikon pamjet në bypassi i Sarand Himar, gur në rrugë dhe shkëmbim mbi kokat e drejtuesve. Begaj pret ministrin kroat Gordan Grlić Ramadan, Tiranë Zagreb, partneritet strategjik dhe mbështetje për integrimin në Bashkimin Evropian. Numrat janë alarmant. Gonxha pa siguria në vend largoi turistët, ndryshoi planet e shqiptarëve. Berisha demokratët dhe çdo qytetar i bashkohet protestës.
Gjigjo kritikon politikat ekonomike të qeverisë. Shqipëria përballet me rritje të çmimesh dhe sfida të zhvillimit. Gratë deputetet Partisë Socialiste akuzojnë Shehajn pas incidentit në Kuvend, nuk ka kauzë që justifikon lënien e një gruaje të rrëzuar. Karakaçi inspekton punimet e bypassit të Tiranës, nyje strategjike për lidhjen e korridoreve kombëtare. Azgan Haklaj denoncon ndalimin në kufi presion sistematik ndaj meje pas protestave në mbrojtje të vlerave të UÇK-s. Stop zhurmave në Bregdet, qeveria vendos limitet e reja për akustikën. Këlliçi denoncon aferën e licencës kazinos në Errët-Benja, dosja do t'i dorëzohet SPAK-ut. Reforma zgjedhore, ekspertizë ndërkombëtare për forcimin e masave kundër keqpërdorimit të burimeve administrative në zgjedhje. Tabaku pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, investimet kërkojnë sundim të ligjit, jo ligje me porosi. Sheja përjashtohet gjatë 60 ditë nga kuvendi, manja do të ketë edhe referim në prokurori. Vodhi marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara, Agron Shehaj 60 ditë jashtë kuvendit e nis sezonin i përjashtuar. Kroacia jep mbështetje Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Grlić Radman po esti me ritëm të mirë të kaloni vendet kandidate. Prokuroria i tregoi vendin, Rama publikon videon e Shehajt, është një ballis që ngre në ul hajdut kë i del përpara. 11 kallëzime dhe heshtje totale. Mali që shpërthen, pushteti lokal është marrë peng, drejtësia nuk vepron. Kuvendi miratoi Huan me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministri Nufi investimi më i madh strategjik në sigurinë e vendit. Marrëveshja $302 milion me SBA Mballa, armën dhe para mbri në Shqipëri që në muajin shtator. Pas votimit të kredis $302 milion me Shtetet e Bashkuara, Sheha i zbar lëvizjen e radhës, kallëzim në SPAK për kuvendin. Dalim dhe zhvillimet nga rajoni. Arrestohet në Greqi 32 vjeçari, shqiptar akuzohet për tentativë vrasje. Kosova pa kontrata lobimi në Shtetet e Bashkuara, Bosnia kryeson Ballkanin Perëndimor. Zbulohet një tjetër gjurmë e luftës në Zubin Potok. Autoritetet kërkojnë mbetje mortore të viktimave të 1998-1999. Kosova në tryezën e NATO-s, Haxhiu dhe Wikov diskutojnë sigurinë, antarësimi mbetet synim strategjik. Kryeprokurori Gashi zbulon planin e 100 ditëve të para, fokus te korrupsioni, krimi i organizuar në siguria e qytetarëve. LSDM sulmon Klekovskin për epideminë në Gostivar, të mbaj përgjegjësi penale. Haxhiu mbledh liderët e partive në kuvend, në fokus përgatitjet për seancën konstituive. Përplasim në LDK për para kuvendit jashtëzakonshëm, avollit e Geca i shkëmbejnë akuza publike. 12 vjedhje në 2 muaj, policia greke arreston 2 të rinj në Rodës, sekuestron sendet e dyshuara të grabitura. Gjykata themelore liron nga akuzat Sami Lushtagu dhe të tjerët në rastin Drenica 1. Siguria në fokus të takimeve të Haxhiu dhe Kurtit me admiralin Wikov, mbaj kritikon Serbinë dhe Malin e Zi për ndalimin e gazetarëve. Publikimi me përmbajtje nxitse ndaj Islamit. Gjykata dënon Krasniqin për cënim të bashkëjetesës fetare. Kashani në shkrimi marrëveshjeve me Francën, moment historik për Prishtina 2030. Në Kongresin Amerikan kërkohet që Asambleja Parlamentare OSBE-s të mos mbahet në Beograd.
gjini 6 pikat e Lancës janë të panegociueshme për të ardhmen e Kosovës. Ndalemi të zhvillimin të bota. Zjarr masiv në Antalya, Turqisë, flagët përhapen me shpejtësi për shkak të erës së fortë. Jo ekzekutimeve mbi 1500 burgosur në Iran nisin grevurie, disa qepin buzët në shenjë proteste. Tusk i kërkon presidentit polak reagim ndaj sulmeve kundër ukrainasve, duhet të luftojmë dhunën. Trump kërcënon sërish Iranin, se nuk ka marrëveshje, do ta përfundoj punën. Alarm për valët e të nxehtit, 57 milion fëmijë të prekur në Europën perëndimore. Tërmet një japonish përthen shpëtojnë 6 persona nga tërmeti, 19 të tjerë ende në rënoja. Video shkon në 14 numri viktimave nga zjarri shkatrues në Spanjë. Apple rikthen fronin. Giganti i teknologjisë arrin vlerën rekord prej 5 trilion dollarësh. Praktikanti e NATO-s dyshohet për spionazh, gjykata vendos ta mbajë në paraburgim. Izraeli ka shkatruar rreth 70% të Gazës, domethënë në jug të Libanit. Danumi arrin nivelin më të ulët në 30 vite, Rumania ndalon përkohësisht një reaktor bërthamor. Zelenski pas takimit me Trumpin diskutuan për mbrojtjen e Ukrainës dhe rrugët drejt paqes. Pas Zelenskit, Netanyahu hyn në shtëpinë e bardhë në tavolinë Ukraina, Gaza dhe Irani. Shëbarit presionin ndaj Moskës, Senati avancon paketën e re të sanksioneve kundër Rusisë. Mbi 1 milion hektar në hi si zjarret u kthyen në një betejë të vështirë për zjarrfiksit në Francë dhe Spanjë. Shpërtimi i municioneve të vjetra në Qipro shkakton zjarr masiv, ministri urdhëron hetim. Dhe në fund lajmi nga sporti. Hansi Flick kërkon shitjen e Mark Casados, pas lëndimit dhe Jongut nuk e ndryshon vendimin e Barcelonës. Claudio Ranieri rikthehet nga pensioni me detyrën e re e kombëtari italisë në moshën 75 vjeçare. Ndrita me formacion ofensiv ndaj Florianës, Ramadani kërkon kualifikimin e Fadil Vokri. Ruben Amorim pranon dështimin dhe Manchester United bëra shumë gabime, mësova shumë. Mrekullia e futbollit evropian, klubi nga fshati me vetëm 1500 banor siguron historikisht fazën e ligës. Infantino drejt revolucionit në FIFA, plan për të ushitur investitorëve privat një pjesë të drejtave të Kupës së Botës. Fenerbahçe nis bisedimet me Milanin për Laon për 50 milion euro në Champions League, pengojnë marrëveshjen. Liverpooli përgatit ofertë rekord për yllin e Paris Saint-Germainit, gati deri në 150 milion euro për Barcola. Tërmet në futboll, UEFA i del kundër FIFA-s për planin e dyshuar të biznesit në Kupën e Botës. Mourinho synon të kthejë Arda Güler në Ozil të ri, turku pritet ketë rol kyç te Real Madridi. Barcelona i vendos afat Atletico Madridit për Julian Alvarez, pritet vendimi përfundimtar. Pretendimet për tensionet e Real Madridi, Arda Güler raportohet se krijoi përplasje me syjeve dhe Xabi Alonsos. Shuhet një prej zërave më të rëndësishëm të shkencave sportive, ndron jetë Artan Pogoni në moshën 54 vjeçare. UEFA dhe 55 federatat evropiane unifikojnë zbatimin e rregullave të lojës për sezonin 2026-2027. Roma hap derën e largimit për Kumbullën, klubi spanjoll ndjek mbrojtësin shqiptar. Partizani nis pastrimin, 3 futbollistë largohen nga planet e Bratut. Interin poshtë Chelsea, Arsenalin, Juventusin dhe Napolin, John Stones zgjedh Zikaltrit. Ronaldo hyn në botën e aktrimit, zbulohen detajet e projektit të ri. Guardiola rinovon me Manchester City, mbrojtësi kroat firmos kontratë deri në vitin 2031.
Hetim për lidhjet Trump-Infantino. Presidentit të FIFA-s i kërkohet sqarojë çdo dhuratë apo pagesë nga Trump. Ultimatum për Mohamed Salah, Beşiktashi e vetëm 24 orë kohë për të vendosur për ofertën e tyre. UEFA Revolucion non Euro 2028, 4 vendet organizatore nuk do të kualifikohen automatikisht. Miura shënon në moshën 59 vjeçare. Sulmuesi japonez hyn në sezonin e 42 të karrierës. Vinicius rrezikon luftë me Real Madridin, paralajmërohet për fatin e Sergio Ramos. Barcelona me lajme të mira nga Anglia, 2 titullar dëmtuar i kthehen në stërvitje me grupin. Vetëm 2 javë në krye të Italisë, Maldini largohet pas përplasjes me presidentin e FIFA-s, me presidentin të Federatës Italiane të Futbollit. Santos vendos kufi për Neymarin, ylli braziliani pa kënaqur me trajtimin e klubit zyrtare. Një epokë e re nis në Francë, Zinedine Zidane prezantohet si trajner i ri i gjelave. Michael Jordan e David Beckham bashkë në një drekë private, 2 legjendat e sportit takohen si pronar klubesh. Rregulli për aktivizimin e lojtarëve të rinj mbushi një hap i rëndësishëm për klubet dhe ekipet kombëtare. Portieri i Romës zvilar vetëm Roma, në mendjen time asnjë fjalë për Juventusin. Milan i qetë, Manjan nuk ka kërkuar largimin, mbetet kapiten për Amorim. Me pason Chelsea po punon për të nënshkruar me Jordan Henderson në Brentford, Juventus afër marrëveshjes me Colomani. Këto ishin mënyrë për mbledhur lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që ne kujdesemi t'ja u përcjellim çdo ditë në këto minuta të para të transmetimit tonë të drejt për drejt, këtu në Ora News, programin Ora Juaj, të cilat lajmet dhe zhvillime mund t'i gjeni nga kudo që ndodheni përmes faqes sonë të webit oranews.tv. Mjafton të klikoni dhe keni aty lajmet e ditës, lajmet e fundit, diçka që ndoshta ju ka humbur ditë më parë dhe kërkoni që të merrni më shumë detaje. Okej, pjesa e informimit ishte kjo. Tashmë nga ky moment deri në përfundim do të jemi së bashku në komunikim të drejt për drejt me ju, si çdo ditë nga hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 9 edhe për ditën e sotme në takimin e kësaj të mërkure të datës 29 korrik, ora 7:17 minuta. Ju presim edhe sot në takimin e kësaj dite, si gjithmonë në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Përmes këtyre 2 numrave të kontaktit ju mund bëheni pjesë e emisionit edhe për ditën e sotme, sikundër mund të na shkruani dhe bëheni pjesë për të raportuar apo thon problemet tuaja edhe përmes rrjeteve sociale. Adresën e keni aty poshtë dhe të gjitha mënyrat tjera të kontaktit në rrjetet sociale për të na u bashkuar dhe për pjesë e emisionit si çdo ditë. Bashkë për këtë sezon do të jemi deri ditën e premte tashmë, sikundër ja u kemi thënë, por emisioni nuk do të ndërpritet, do të jeni me kolegë të tjerë të departamentit të lajmeve këtu në Ora News. Ju presim sot, jemi në pritje telefonuesve të parë të kësaj dite të mërkurë të datës 29 korrik, ora 7:18 minuta. Ju ftoj të na ndiqni dhe bëni pjesë edhe për takimin e sotëm në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Na erdhi paksa me vonesë, jo me vonesë, por me vonesë në krahasim me emisionin. Na përgjigja ditën e djeshme dhe shpresoj të jetë duke na ndjekur për një person që interesohej për shkollën profesionale. Nëse njihet për efekt pensioni apo jo, kur gruaja, sepse grua ishte, a do t'i llogaritet si pjesë plus viteve të punës që ka, llogaritet dhe shkolla profesionale, mbaruar në 79-83, dhe përgjigja është që jo, shkolla profesionale nuk është pjesë e njohjes për efekt pensioni, sa i përket burrave jo, po edhe grave, të cilat kanë një periudhë që llogariten si për efekt pensioni, por jo kjo e shkollës profesionale, nuk njihen më deri në 93-94. Llogaritet dhe njihet shkolla e lartë për gratë dhe vajzat, ndërsa kjo që është specifike dhe shpresoj të duke na dëgjuar zotëria, sepse i kërkuam që na dëgjonte pak në emision. Por gjithsesi nuk mundem t'ia kthenim drejt për drejt dje, nëse na dëgjon sot, po besoj që edhe nëse jo do të marrë. Pra shkolla profesionale nuk llogaritet për efekt pensionit nuk llogaritet fare, se po ta them te gratë pastaj do duke sikur llogaritet për burrat. As për një kategori shkolla profesionale nuk ka të bëjë as pak dhe s'ka asnjë ndikimi te pjesa e viteve të punës, pra nëse ke 30 të bëhen 30 sa ka qenë shkolla. Jo, nuk llogaritet fare dhe shumëzohet me 0 për çështjen e pensionit. Kaq sa i përket kësaj, ju presim
Po ne që e kemi, jo, nuk njët më, domethënë me sistemin e ri, pra deri në vitin nuk e kam ide, një sekond se përpara disa ditësh e kemi pasur si informacion. Okej. Pra e gjeta, llogaritet për efekt pensioni për vajzat dhe gratë, kush e ka mbaruar ditën, jo natën, se ishte për natën kjo, deri në vitin 1993. Pas 93-shi, pra nga 93-shi dhe këte nuk kam dhe nuk njihen këto vite. Duhet të treguar kujdes te kjo, sepse ndonjëherë dikush mund të ketë 10 apo 11 vite punë dhe thot po mirë se kam edhe këtë pjesën e 4 viteve të shkollës, dhe nëse ke mbaruar pas 93-shit nuk të llogaritet. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Urna. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Desha të pyes për këta letët e tokës. Ku dohet mu dorëzu këta letët e tokës? Si ti dorëzosh? Pse ti dorëzosh? Ule pak zërin e televizorit, të lutem zotëri. Alo? Alo? Urna. Ule zërin e televizorit, të lutem. Kam ule. Po, ç'është ajo zhurma aty? Kam ule pa fare më zero. Po mi, po ka shumë zhurma aty, çfarë zhurma është ajo? Ka zhurmë këtu më ti. Mirë, fol pra. Urdhëro, më thuaj zotëri. Kam do letat të tokës i kam pas. Edhe që doli ki ligjin me shku mi dërzu. Ku du të me shku mi dërzu? Po pse do i dërzosh? Pse do i dërzosh? Nuk të duhet më toka që do dërzosh, letrat. Jo, letrat me kërku me marë, jo me dërzu. Për ta marrë se thua të dërzoj letrat prandaj. Jo, kam do letrat mi dërzu. Po, me çfarë dokumentesh e ke atë tokë? Po. Me çfarë letrash e ke? Çfarë dokumente? Kam vërtetimin e bashkisë im takon. Edhe kam kërku herë pas here. Po. Edhe u zvarit tja punë. Ajo është e zonme. Shiko, çdo aplikim që lidhet me pronat, me tokën, me truallin, me shtëpinë, me bizneset gjitha me radhë, është vetëm një institucion në cilin aplikohet dhe quhet Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Pa ku është ajo? Varet ku je ti që të them ku është ajo. Unë jam në Kamës. Urdhë? Unë jam në Kamës. Bukur, atëherë, nëse je në Kamës dhe kudo që t'jeni, nuk ka nevojë që të shkosh fizikisht në institucion, sepse shërbimi dhe aplikimi bëhet online. Online në Jelbenia. E kam bon, po di as i përgjigjen nuk ka. Kur ke aplikuar për herë të parë? Urdhë? Kur keni aplikuar për herë të parë? Po ka një 2 vjeta, i vita u bon. 2 vite. Edhe të ashtim, kur në gjova ministrin si e doli në televizion para një jave. Po? Pa duhet me shku... Duhet me shku vetë personalisht atje. Po jo, nuk ka lidhje. Si s'ka lidhje? Po për çfarë duhet shkosh vetë? Duhet me shku me kërku, të ashtim më daj. Po po të them pra, nëse ke aplikuar në Jelbenia, përgjigja të vjen në Jelbenia. Ti thua s'm ka ardhur. S'ka ardhur apo nuk e ke parë ndonjëherë? Po e pas ka ardhur më bërë dhe mos pat marr ty me të pyet ku është. E duhet mu desha me më tregu rrugën ose adresë ku duhet me shku. Nuk të bën punë të shkosh në institucion, sepse e para nuk të pranojnë. E dyta nuk të japin përgjigje, sepse përgjigja të vjen në Jelbenia. E para kjo e dyta. Keni ju një dokument që vërteton se keni bërë aplikimin para 2 vitesh? Jo, vetëm kam do dokumenta si kam unë si jam... Kush ja u ka bërë? Institucionet, i kam letat në shtëpi. Kush ja u ka bërë aplikimin? Po aty më rrugët aty të këta pikat të interneteve. A kanë marrë lekët edhe s'kanë marrë gjanë, po i unë. Mund tjetë edhe kjo. Mund tjetë edhe kjo. Dëgjoj pak. Ne mund të të ndihmojmë vetëm duke na sjell dokumentin e aplikimit. Mundohu ta gjesh në Jelbenia sepse besoj duhet ta kesh. Dhe të pyesim, pastaj ta shohim dhe të pyesim se çfarë. Aja në gjamë, jo, ti më bavall. Unë
E kom bon, edhe mësa mu mas di javë do të vinje do të javë 60 dita, do të vinje kjo numër telefonit. Shumë e saktë, por që ne të Nuk vjen aja. Që ne s'ka bon gjo. Aja ka mon leket aty. Gjej dokumentin e aplikimit dhe të ndihmojmë ne. Jo, unë veç e kam dokumenta letat. E ke në Jelbenia, hape Jelbenia dhe e ke aty. Jo, i kam vetë. E ke në Jelbenia atë të aplikimit, i nderuar. Dokumentin e aplikimit e ke në Jelbenia. Hape ose thuaj dikujt që të ta nxjerrë si dokument dhe na e dërgon ne që në mënyrë të pyesim. Dakord? Përshëndet shumë, faleminderit juve për telefonatën. Po? Kishe diçka tjetër? Ja, pata se unë gjova vetë ministrin aje. Po mi më tani shkote, o i dashur, po ti dëgjove ministrin dhe më pyet mua tani për këtë gjë. Unë të sqaroj shumë mirë dhe ti thua të pyeta, shko tako ministrin. Jo. Tani të lutem. Po pra mos kalojmë tani se ne jemi serioze, kupton? Jo. Po pa net më aty se ka... Po pse insiston të kjo gjë, dëgjova këtë. Tani ky ishte sqarimi im. Stacione tjera ka. Edhe njëri dashur. Po pra pikërisht, që mos bëhemi ashtu edhe neve. Tani, në rast se nuk ju pëlqeu sqarimi jon dhe ndihma që ne po ju japim, është tjetër gjë. Unë po të them, mundohu të më sjellësh dokument aplikimi dhe të pyes çfarë ka ndodhur. Ti më çon prap tha ministri, po ç'të të them unë tani që tha ministri. Faleminderit ty për telefonatë, shkojmë me tjetër shpejt. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zoti Klodi. Droni. Hakim Sulemani Valia se mëna. Po. Ditën e dhe të javës kaluar kam nisur atë ke i Albania. I ka marrë? Po. I ka marrë, e kam kontrolluar, ka një përgjigje, por nuk është se të ka dalë dhe kam dërguar një tjetër referencë në kadastër Hakim. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të lutem. Asnjë fare. Faleminderit e ty për punë të mbarë, inshallah. Për telefonatën. Ditë të mbarë dhe juve. Në 7:27 në fundin e pjesës së parë të emisionit për sot jemi. Dhe kalojmë një hapësirë. Kemi tjetër. Okej, alo, mirëmëngjes. Po s'kemi shumë kohë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Okay. Jam një pacient dialize. Dhe jam bërë dhe operacion tani, kam bërë një operim bypass në Terezë. Dhe këta të në Terezës më ka dhe një letër, se unë jam në Kuqova, më ka dhe një letër dhe më thanë që të takon kujdestaria sa ta marri bashkëshortja. Okej. Mi po vajta në Berat, edhe Berat i thanë jo, nuk të takon sa. Si në Berat? Në Berat thonë jo, këta thonë shko mere ke në Berat, tani u se di. Dhe kush institucion i ka bërë këto? Në Tereza. Spitalit në Tereza ka dërguar me post. Nëse të takon, nëse jo i dashur, e vendos komisioni. Duhet dalë prapë komision, pa jo, nuk ka komision, sa nuk duhet dalë fare, sa nuk takon niksa, në sajë fare. S'ka ditë kjo i ndërpër edhe njërë. Në rrasë se duhet për këtë gjënë, nuk e vendos, po themi mjeku, e vendos institucioni. Më kupton? Ndosh për aplikima jo. Tani juve kush ja u tha përgjigje negative? Sigurimi shoqëror në Berat. Do bëni aplikim tjetër pastaj pas 6 muajsh. Nuk bërë aplikim, më vajta vetë fizikisht, nuk bërë aplikim. Atëre, po, unë nuk flasë do të me fizikisht në unë flasë me aplikim, në to asë ke për aplikim. Procedurat e përfitimit të çdo lloj pagese, qoftë edhe ndihmë ekonomike, sociale, invaliditeti, kujdestarie, gjitha me radhë, ndiqet procedura hapasapi në institucione deri në kujdestare kujt personi do jetë, domethënë, e familjarit, e juaja, apo jo? Bashkëshortja. Po pra do jetë kujdestare për ty? Po. Ti jenë pagesë invaliditeti? Po, unë jam në pagesë për nga pacienti dializë. Nga paguash? Nga sigurime shoqërore? Nga sigurime shoqërore. Nuk të... Okej, ti ke shkuar atje, por nëse të shërben dhe përgjigja ime, nuk ka kujdestar për këto raste. Kështu që do të shko deri në kembin e pror për ta bërë si gjë. Po. Dhe mendova se përveç kësaj ke diagnozë tjetër edhe që paguar si invalid, por jo në këto raste nuk ka i nderuar. Jo, vetëm këtë është për kujdestarët janë për raste të do thuash ti a ka më rënë se kaq, patjetër mos kujto sikur nuk po e vlerësoj rastin tuaj, dhe sigurisht që është shumë i rëndë. Por në zonja kështu më tha. Bravo. Për mua sa nuk të takon aty. Është shumë i rëndë, por çështja e pagesës
së kujdestarit për invalidët është për ato raste kur personi e ka të pamundur lëvizjen do 24 orë shërbim me gjitha me radhë. Duke mos hequr asgjë të vuajtjen që ti ke, pa diskutim, mos më kesh kuptuar kjo pjesë. Po them nga ana ligjore, mos më bëj kështu të pandijshëm domethënë. Po. E kam nga ana ligjore. Kështu që mos u lot të shpenzosh kohë nëpër dokumente nëpër institucione se në rastin konkret nuk ka përfitim për këtë gjë. Shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Një hapësirë publicitare, vim pas pak, mos u largoni shumë pak shkëputje. Dhe kthehemi në studio në këtë pjesë të dytë të programit ora 7:33 minuta në komunikim të drejtë për drejtë me ju, prej vetëm pak minuta më herët në 068 60 54 639 dhe 068 99 0008 në takimin e sotëm të kësaj mërkure të datës 29. Kemi telefonat gjatë publicitetit? Akoma jo, presim pak sekonda për të tjerë telefonues të kësaj dite të sotme. Në dy numrit sapo ja u përmendëm edhe pak më herët, ndërkohë shumë por pafundësisht mesazhe shikoni, mos u e di që është e pashmangshme ndonjëherë dhe di natyrshëm kjo përgjigje. Dhe pyetja po ashtu, dhe përgjigja me veten që pse ka ndodhur, por rëndësi ka që kur mblodh diçka për një arsye të caktuar, sikundër janë këto pagesat e bonuseve apo të indeksimeve, mos u shqetësoni sepse ato rregullohen gjatë rrugës në rast se nuk e keni marrë. Kështu që për këtë ne jemi aty dhe mund të na kontaktoni çdo ditë si në emision ashtu edhe privatisht. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Urdhoni. Bëj një pyetje. Patjetër. Po. Puna që punohet pas daljes pensione, a njihet si vite si për ushtararut? A njihet jetësi të statet e ushtararut? Atëherë, shiko, kjo vlen njësoj për të gjithë. Ka një përcaktim ligjor që është zgjidhur në këtë lloj mënyre. Sido dhe kurdo që të kesh dalë në pension, në rast se ke dhe një punë pas pensionit, nuk të llogaritet për efekt vjetërsie në asnjë lloj rasti, nëse ti merr dhe pensionin, bën edhe punën. I vetmi rasti të cilin përfitohet është nëse personi, burr apo grua, që si ka dhe për sa i përket statusit, lë pensionin pa marrë për sa kohë do punoj. Më kupton? Vetëm në këtë rast pastaj kur aplikon për të dalë në pension, llogaritet dhe pjesa e viteve që ka punuar njëkohësisht me moshën e pensionit, por pa e marrë financiarisht pensionin e shtetit. Po e kuptova. Nëse i merr të dyja, përgjigjja është jo. Dakor? Falenderoj shumë. Okej. Mirëmëngjes telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Urdhoni. Mirëmëngjes Klodi nga Vlora. Mirëmëngjes. Kush ka dilindjen sot? I mbaruan të Korrikut. I mbaruan të Korrikut. Kemi në gusht e në detar. Në gusht, ë? Po. Sa ke në gusht? Kam një qenë Venecia. Do vin këtu, të gjithë në gusht. Mirë fare. Mezi po pres. Qa bëjmë, i kemi larkë, Klodi, kemi larkë. Si? Kemi mirë, i kemi larkë, po të kemi mirë. Po kështu është koha tani? Kështu e rjeta. Larkë, po t'jenë mirë. Mirë të kemi mirë aman, o Klodi, aman. Po pra. Që kemi mirë o Zot. Se operova pardje motorën në Gjermani, o Zot, sa i doli dhja narkoza, kemi qënë të prerë të gjithë. Zot ishtë i madhë. Ja, që bën ku beti. Faleminderit që mora. Klodi, unë kisha për të thënë. E di. Kisha për të thënë për raportin e vajzës, Klodi. E di, brenda këtyre ditëve patjetër që po. Po 2 muaj jo, Klodi. E di tani po ç'të. Prandaj tham që do pyesim se kishte kaq kohë, se po mos kishte. Kemi një tra dhe komshin që kemi si shpirt se ne na mori lumi o Klodi. Që pa me lak, faleminderit shumë. Ti je mirë. Faleminderit edhe juve. Shumë i mirë. Por telefonatës, shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Një ditë, mirëmëngjesi. Një soja, shpo mirëmëngjes. Një ditë e mbarë për gjithë popullin tonë. Po, edhe për juve. Jam shumë e indinjuar. Pse zonjë? Qajmë, tuaje... Kush? Ministri dje që ne po na shajnë që meren me agron shehaj. Ne po na ofendojnë, thorra, gjëra, sa nuk po na thot krye ministri,
Pse nuk dënohet dhe ai si do dënohet po të shahet kryeministri që po qitë ligje ai? Ne po ma shajmë fëmijët, po ma torturohen me sprajt, me të gjitha. Qarë është ky ligj që do të nxjerrë ai? Ku e ka popullin e vetë të nxjerrë ligje? Si do bëjnë këto ligje? Vetëm PS-ja? Duhet i bëj këto ligje vetëm një parti? Unë e di që duhet i bëjnë gjithë partitë në një vonë. Mirë, keq duhet pyeten të gjithë. Ai ka kartona, çka kartona shka mor biri nonës? Po na çon në skëter. 20 ditë kam mamaja që më ka vdek, jam 70 vjeçë, ma kam shtru në qimento, në qimento, kam gëriq. Si s'kishte ven ku ta venin, e kanë hunë në qimento, se më ra bram sa hyra në urgjent. Qarë po kërë ministër, nuk disha ta filmoja më. Nuk dija ta filmoja, se e humba. Më kapi aritmia, më kanë marrë dhe mua, se ku më kanë quar, nuk e di. Qarë po bëhet dhe këtë vëndin tonë? Pula, sorra, për ta shit venin po, kujti me lirë ky? Sa luft në sa gjakët bërë për të trojet tona nga gjyshet e nga së gjyshet tonë. Ne që jena familje që kanë prej tirat e Romës e kanë luftu. E kur je fundi që po marim, pronën tonë na e morën na e sotun, mirë. Hajde. Ne ishim pronarë, dolëm pa toke, pa gjë. Po që më bëhet me të popull, na i djekë fmit në sprajt mes bulevardit, që më i bëjnë fmit ati? Nuk është parlamenti ati, është parlamenti popullit. Atëre gjenja, të tonë, është parlamenti një, të ofendojnë unë të ashtu, si që na ofendoj Ajsora, e një horri, që kanë qenë në vetë me këmish, ne që e kena pa së të ka shish pis, kur ka vdek gjyshi im është hapdera anetës, kur ka vdek aneta është hapdera gjyshi tim. Po qa lidhje kanë këto tash? Po mirë përda që një tokë e bojnë sora, ko i iki të gjithë. Që është këpu? Dhe da të protestu të tjekë të përbëzan. Që bëri rinia, që bëri populli, se kërko të drejtat e veta, që të rinë shpinë e vetë. Që populli. Dhe kam një ankesë tjetër, dua të bëj një verifikim. Vetëm pak shkurt, të lutem, dhe në fakt më mirë do ta kishë nisur me këtë se ne nuk jemi emision politik, por nese, nuk ka gjë, urdhon. Nuk është që emision politik, e bëj tjere popullit tim që të ngrihen, mos alejtë. Zoj, ma thuaj ankesën, të lutem. Ta një ankesë, baba im ka dalë në 94-ën, në pension. Në pension, ka pas një rogë 6.800 lek. Ju ka logarit me 3.200 lek si rogë fillestare. Ka qenë njështër reparti. Dhe lekët e njështërit ja kanë heqë. Ku mund të adresohem? Për i shqyrtim një Albania të sigurime shoqërore, dashur, një Albania. Po kam bërë një rishikim dhe më thanë që ka qenë për të tërë atere që do dalin gjithë me një status. Pa ti nuk u ka logarit roga dhe 6.800 lek, u ka logarit sigurisht të punëtor këve statë, 3.200 lek. E vetëja mënyrë dhe ne aty do pysim, nëse ke marrë si përgjigje, besoj që e njëjta është, por gjithsesi... Do të pysësh ato lekët e mjeshtrit, që më thonë që nuk hiqet lekët e mjeshtrit që ka qenë. Unë nuk e ditë këtë pagesë për mjeshtër, por si e ka emri babaj? Gani Batorja. Gani? Batorja. Emri babaj të babaj, gjyshi do Fejt. Ferit. Fejt. Me së, Fejt. Sejt. Batorja. Po. E kuptova. Të pyesim e dashur, mirë? Faleminderit. Përshëndes shumë, faleminderit për telefonatën. Këtë bonusin që kanë dhënë tani ka skadens. Po, 6 muaj. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes Klodi. Urdhroni. Ju përshëndesim. Ne përshëndesim. Klodi, jam i interesuar di për bebet e lindra jashtë shtetit. A ka bonuse akoma në Shqipëri? Për kë? Për bebet. Problemet? Bebet. Për bebet, për fëmijët. Jo, është hequr, u bën mbi një vit që është hequr dhe nuk ka më. Bonus për fëmijët që lindin jashtë. E dyta. Çdo qytetar shqiptar, a ka drejt bëjë rezidencë ku të dojnë në Shqipëri? Po, patjetër, duke plotësuar ato kushtet e shtëpisë ose kontratës që ras, jo kot. Pra, në rast se ti shkon diku, duhet paraqesësh në gjendjen civile ose në Albania ku bëhet aplikimi, një vend banimi të dokumentuar ligjërisht në mos shtëpi, certifikatën e pronësisë së shtëpisë tënde, një kontratë qiraje, një kontratë sipërmarrje, më kupton që të vërtetohet që ti banon aty. Por pak të dokument, jo, nuk mund të bëhet. Përshëndesim, jeni shumë nderuar. Faleminderit. Të gjithë mirë. Edhe juve, faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër në 7:42 minuta, 068 60 54
639 dhe 068 99 00008. Duhet bëni kujdes me këtë të bonusi, pra duhet shkoni ta merrni për 6 muaj, ne vlen për të dy rastet, nëse më shkrove. Edhe për ju që e merrni në postë dhe për të tjerët që e tërheqin përmes bankës. Dhe përpara se të kalojmë me telefonues të tjerë, do të flasim pak për pensione, meqense jemi te kjo çështja e pensioneve, të cilat asnjëherë nuk do të mjaftojnë për pensionistët dhe me të drejtë në fakt, sidomos për atë pjesë që ka goxha të ulët dhe nëse nuk do të ishin burime të tjera, vështirë se do të mund të përballonin dot jetën e tyre. Janë disa gjëra të cilat ne kemi vetë në dorë. Kur bëhet fjalë për të ardhmen, e dim që të panjohurat janë të shumta sepse nuk e dim çfarë na rezervon e nesërmja, por për diçka që ne e dim, duhet kujdesemi sot që ta ndërtojmë atë sa më të mirë ditë e mundshme. Për shembull, ne dim që në të ardhmen paktën nuk e dim nëse do shkojmë apo jo, por e dim që vjen dhe mosha kalon dhe një ditë do të dalim në pension. Pyetja është që si do jetoj unë pas disa vitesh kur të dal në pension. Pra nga rroga e mirë që kam do përfundoj të një pension 150 apo 180 apo edhe 200 euro. Dhe do e kem të pamundur pastaj që të përshtatem me këtë stil jete, apo do të punoj pak sot në mënyrë që pensioni nesër të më dalë goxha i lartë dhe të mos kem problem fare për çdo shpenzim që më vjen në moshën e pensionit. Përgjigjja besoj që vjen natyrshëm është kjo e dyta, dhe në rast se çdo kush prej jush përgjigjet që po, dua dhe do të jetoj mirë, do të fillosh që sot ta bësh diçka të tillë që kjo ardhmë të jetë e shëndetshme dhe shëndosh financiarisht. Si bëhet kjo? Duke kursyer dhe kursimi është aq i vogël sa nuk të ndikon fare në pjesën e shpenzimeve të tjera mujor apo në ndryshimin e stilit të jetës që ti ke. Një pjesë të kursimeve të tua ose të pagesës tënde mujore të familjes, kursimet që ke familjarisht, ti depoziton në një llogari pensioni privat, të cilën e hap pa kosto për 5 minuta në Sigal Invest dhe sheh aty çdo ditë përmes aplikacionit që paratë e tua shtohen. Do kur them çdo ditë, jo figurativisht, por çdo ditë. Nëse ti sot depoziton 50 euro, por themi 100 euro, 200, 300, 10 euro, dhe shikon të nesërmen duke hapur përmes aplikacionit llogarinë e pensionit privat, do të shohësh që nuk janë më aq, por janë më shumë. Janë më shumë sepse në fundit kjo është filozofia e funksionimit të kësaj shtylle të pensionit, dhe ku ka më mirë se sa në fondin Sigal, në Sigal Invest, në kompaninë më të madhe në vend për sa i përket menaxhimit të ardhurave të pensioneve, por jo vetëm, duke krijuar besueshmëri, por po ashtu edhe kthim vjetor më shumë se sa edhe vetë institucionet e drejtë për drejta financiare për përfitim të qytetarit për rreth 4.6%. Ti mbron paratë tua, i siguron, shmang çdo lloj rreziku që mund të vijë në shtëpi nga tërmetet, nga zjarret, janë gjëra të cilat kanë ndodhur dhe do të ndodhin, dhe paratë punojnë për ty. Në fund pastaj, ose ti paraprakisht mund të pyesësh duke telefonuar ose duke na kontaktuar dhe ne, që un kam kaq para sa mund të përfitoj në rast se investoj, kontribuoj, kurse i kaq para, sigurisht që do të jetë shumë herë më i lartë përfitimi. Dhe kjo diferencë pastaj duhet bërë llogari që prit se un kam kursyer kaq dhe kam përfituar kaq. Jo më kot para 20 viteve janë të shumë qytetarë, dhjetra, qindra qytetarë, të cilët edhe sot janë në pension. Ne gëzojnë pension goxha të lartë sepse kanë ndërtuar vetë. Kanë ndërtuar vetë që prej fillimit dhe nuk kanë nevojë për askënd. Ka mundësi të falimentojë kjo. Shikoni, pyetjet e kësaj natyre janë legjitime dhe ne ja kemi dhënë përgjigjen duke pyetur edhe personat atje. Bëhet fjalë për kompani të qëndrueshme. Bëhet fjalë për kompani, po themi guask, të cilat funksionojnë një vit edhe pastaj kjo gjë nuk qëndron. Janë kompani të cilat janë të destinuara për të funksionuar gjithmonë për herë, sepse tillë është ndërtuar struktura e tyre për të pasur kapital të shëndetshëm, të shëndosh dhe për të mos rrezikuar. Dhe kjo që thoni ju është e rregulluar me ligj. Kështu që nuk ka lidhje fare kjo pyetje. Është dhe qëndron si shqetësim legjitim, por nuk qëndron në kuptimin që mund të ndodhë kjo gjë. Jo, nuk mund të ndodhë sepse garanti kryesor që mbron të ardhurat e çdo personi që bëhet pjesë e fondit Sigal është ligji. Dhe nëse garant është ligji pastaj të mbron në çdo rast dhe në çdo situatë. Kështu që zgjidhni edhe ju fondin Sigal. Telefononi numrin e më poshtëm për të bërë pjesë e kësaj, nuk e di si t'ia vë emrin, sepse është goxha e madhe për t'i vendosur një emër të vogël. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje.
mëngjesi. Mirëmëngjes. Më falë se tull televizorit. Po. Desha të di, ta zbatojt urdhri i kryeministrit për 2 fishimin e këtyre invalidëve? Besoj që është e ditësh javësh. Se dje mora dhe nuk morëm asnjë. Jo, ende jo tash. Ende jo. Do të mundohemi që nga java tjetër të përgatisim një material të saktë për këtë, madje pse jo edhe një kronik televizive, për t'ja u bërë të ditur se si, kur dhe në ç'moment moment do të materializohet. Sepse ka shumë të panjohurat. Po pra, megjithatë, nga një korriko fillon, domethënë shpërndarja e këtyre. Nga një korriko fillon shpërndarja e bonusit të pensionizmit. Jo e këtyre. Kjo u tha në fillim në tetor, por ende nuk dihet. Një korrik është indeksimi dhe bonusi. Po, dhe e dyta, kam një shqetësim shumë. Shohim shumë lajme në televizor për çdo gjë. Mi po dhe në rrjetet sociale. Mi po vjen ajo a kontrollon rrjetet sociale për arsye se kam të shqetësimin e kish-trajtimit të kafshëve që hidhen në rrjetet sociale, kish trajton, e bën, nuk e di. Nuk vjen gjuna, për shembull, nuk e di, jemi të shqetësuar, domethënë për një është ajo, po patjetër ka goxha raste të tilla. Por edhe këto që hidhen për të fituar lek, besoj se s'ka mundësi që tjetri të hedhi. Shiko, kanë disa filtra, nuk e di pse ndonjëherë vonojnë në kohë. Dhe bllokohen nga rrjetet sociale për akte dhune. Shumë, edhe më vjen shumë keq, kish trajtohet një kafsh që s'ka gojë të flasi. Të mëshme është. Vjen ai që jam shumë i ndinjuar. Po patjetër, kemi parë. Më vjen keq, domethënë për lajme që ikin koka njerëzish. Domethënë aksidentalisht. Mëshme. Por kafshat çfarë ka? Fajnë këtë rast e ka kafsha me 2 këmbë. Disa gjëra nuk e di, jam shumë nuk e di. Ke shumë të drejtë në këtë drejtim. Më fal që unë bëj këtë apel këtu, por absolutisht jo, qëndron dhe është goxha i pranuar. Falenderoj shumë atje. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Telefonatës këmbë tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Klodi do atë flisja. Po Klodi, urdhoni. Klodi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Tash ky stat, unë pas pak ditësh mbush moshën për daljen në pension. Dhe kam një 7 vjet që jam me status ushtaraku. Kjo njihet në vjetërsi pune? Po. Njihet. Po. Edhe me këtë vit, në vitin 2026, sa vite punë duhet të kenë burra që mbush moshën? 39 vite. 39 vite. Po, që është pensioni plot, se nuk është se nuk del në pension dhe po s'patë 39, mjafton kesh 15 vjet. Jo, unë dua pension. E kuptova, po plus për një pjesë që thotë sa shumë edhe. Jo, unë pension të plot. 39 është vit. Kam ja 2 vjet me naftën dhe nuk e dia i gjenda ose i gjenda shiktav. Ti do aplikosh në Albania me atë? Po, në Albania, kur të kesh mbushur moshën, sonë edhe mbasi të kesh mbushur moshën. Po, pasi të kesh mbushur moshën. E saktë është kjo. Mirë, Klodi, unë të falenderoj shumë. Unë falenderoj shumë. Për çdo gjë do të shqetësoj. Absolutisht jo, kënaqësi. Faleminderit ju për telefonatën. Kemi kohë për tjetër? Okej, s'ka problem. Presim pak momente në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë pjesë të dytë, në fundin e pjesës dytë më saktë, të emisionit për ditën e sotme në 7:51 minuta. Kalojmë në tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po Klodi, desha të pyesja, ki pensioni social? Urdhë? Ule zërin e televizorit se nuk të dëgjoj mirë. Po, më falë. S'ka gjë. Në rregull jemi tani? Më thuaj, nëse ke ulur jemi në rregull. Po, pensioni social tani, s'ka vite puna e si, bëhet, me nej pension sociale, ka shumë pak, 10, 12 vjet të zëmë. Kush mo? Për një person që do dalë në pension të zëmë, ka kalu fjalë moshën 60 kusur vjeç, nuk ka shumë vite punë në shtetë edhe.
Mosha e pensionit social është 70 vjeç. 70 vjeç. Po. Po, çfarë merr ky për shembull? Pensioni minimal, shumë pak. Po, shumë pak. Patjetër. Për fat Faleminderit Klodi. Edhe unë falenderoj shumë. Gjithë të mirë për juve. Faleminderit shumë për telefonatën. Okej. Kalojmë tjetër. Kur e kemi? Kalojmë publicitet, bukur. Kalojmë në reklama, më pas kanë marrë sot të kutina Oso, gjithsesi do t'ja prezantoj pak më vonë. Oso është një medikament I cili është prodhuar për gjithë ata të cilët vuajnë nga problemet e kockave, të nyjeve dhe të çdo problemi me artikulacione që keni. Ndaj duhet ta përdorni të gjithë sepse është zgjidhje. Nuk keni pse I shmangeni çdo problemi shëndetësor që lidhet me këta elemente sapo ja u tham. Por duhet merrni masa në kohë sepse është jo vetëm një qetësues I dhimbjeve të kockave dhe nyjeve, por po ashtu edhe një rekuperues shumë I mirë në rast se keni kohë që vuani nga këto probleme. Përdoreni të paktën 2 në ditë dhe efektet do t'i keni më njëhershme. Publicitet vjen pas pak në pjesën e tretë. Të programit ora juaj për takimin e sotëm, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin në televizorit, atë çfarë ke aty? Ule, të lutem. Kam bëj një kërkesë. Mirë, po ule zërin në televizorin përpara. E hoqja fare mbylla. Mirë e bëra. Që do ai na hyn punë krymë. Jam I familjar nga Rajca. Kam bërë dhe heri I kërkesë për këtë 114, por s'na bëhet akoma më. Për cila? Për 114 Tiranë. Nuk na bëhet gjenia civile, regjistrimin e këtu. Po bëjmë 3 vjet. Edhe ka një problem aty, unë kam pyetur dhe kohë më parë kur më ke telefonuar dhe do të filloj nga shtatori procedurat aty. Do filloj thonë? Po. Të paktën kështu na kanë thënë nga drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile, ka një problematikë që nuk jam I autorizuar për t'ia u thënë publikisht se çfarë është. S'ka gjë vallë. Edhe besoj që do e pas ke bë problematikë njerëz. Shikon, nuk e di sa ndiqni emisionin, por e vetmja gjë që nuk kam dhe nuk kemi bërë në këto vite sa është emisioni, është ajo që s'kemi bërë sikur. Sepse po të kishim bërë sikur, I përcjellim gjërat, njerëzit nuk do na ndiqnin dhe nuk do na telefononin. Jo, faleminderit, shumë korrekt. Kështu që faleminderit juve. Keni kriju shumë besim, rrof. Shumë faleminderit. Nuk është ky qëllimi, por faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbar. Bukur. Kështu që sa kohë themi për diçka që okay, do përcillet, ju e dini që unë jam shumë I hapur dhe transparent për raste të cilat themi që nuk mundemi. Ti drejtojmë për arsye 1, 2, 3, duke ja u thënë edhe arsye sepse dhe është më mirë kështu se sa të bëjmë kod që po do ta ndjekim, do ta përcjellim, do ta raportojmë. Na kushtozon askush. Mirëmëngjes telefonata. Alo, uleni zërin televizorit, ju lutem. Po, mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjes zonjë. Shërë parë që komunikoj me ju dhe nuk e dini se keni dhe më pak të informacion. Kënaqësi për mua. Unë jam një mësuese në prag pensionit. Po? Llogaritën vitet të shkollës lartë? Vitet të shkollës së lartë nëse është mbaruar ditën deri në vitin 1993. Unë e kam mbaruar në 90-ën. Po. Ditën? Po. Po, të llogaritet. Dal me 38 vite punë. Të llogaritet edhe vitet e shkollës. Të lartë. Të lartë, shkollë e lartë. Të lartës, pra po. Po. Ka kompetës shkencave të natyrës. Po. Po, e dashur të llogaritet për efekt pensionin, kuptimin sa vite punë ke plus edhe ato të shkollës. Faleminderit. Të lutem. Kënaqësi për mua. Faleminderit shumë juve. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes zonjë, ule zërin televizorit dhe dëgjovi vetëm nga telefon. Po, s'ka problem fare. Po. Për herë të parë po marr në. Edhe ju për herë të parë. Për emisionin. Faleminderit shumë. Keni shumë gjëra që I zgjidhni këtu për. Vetëm afro pak të telefonit se dëgjohesh një çik larg. Po. Keni shumë gjëra që do probleme këto që I zgjidhni për njerëzit që kanë nevojë. Faleminderit. Po në këtë rast unë do flas për nipin. Për çfarë do flisni? Për nipin tim. Për nipin, po. Ai është invalid. Edhe janë shpërndar këto bonusit, nëse keni informacion. Vajti motra dhe mori pensionin dhe atyre nuk ju është bën bonusi. Nga merr pagesën nipi? Merr rrogën, merr atë po bonus që dan këto nga 50.000 lekë nuk ja kishin dhënë. Nga e merr pagesën? Nga e merr pagesën. Tash ai është invalid dhe merr me kështu me këto.
Po pra, nga cili institucion paguhet, po them? Tash nuk e di. Paguhet nga bashkia? Po, më duket se nga bashkia. Do ta pyesësh, nëse paguhet nga bashkia nuk i takon. Nuk i takon, da? Asnjëherë në këto raste nuk i takon? Në të gjitha rastet nuk u ka takuar, është vetëm për ata që paguajnë nga sigurimi shoqëror. Mirë, faleminderit. Kur ka përcaktime të bonuseve të tilla. Pyete nëse paguhet nga bashkia jo, nëse paguhet nga sigurimet, pastaj rregullohet. Po, faleminderit. Asgjë. Të lutem zonjë. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Nëse paguhet nga bashkia nuk i takon. Ule zëri. Po. Kishte mbajtur aty. Te boksi i televizorit. Duhet ta uni se krijon probleme dhe nuk kuptohemi dot pastaj se dihet që sinjali në televizor vjen pak me vonesë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Alo, Klodi. Ule zërin e televizorit, të lutem. Klodi. Do të uli zërin e televizorit, zotri. Alo. Zotri, më dëgjon apo jo? Po jo, më Klodi, jam po ule zërin e televizorit. Alo. Ule zërin e televizorit, zotri, dhe flasim bashk. Ule zërin e televizorit. Alo. Bravo. Urdhoni? Përshëndetje një. Përshëndetje. Po dëgjova që ka të njeri që foli për këto pronat. A i komisioni e këthi prona dhe aja është bërë të vesh dinamitin atje, jo të qerojnë ata. Pse? Po, kemi një 5-6 vjetë, në 2013 dhe asë një gjë i qojmë në kërko këtë dokument, kemi prisur rreth një 1 milion lek vetëm dokumenta postare. S'ke faj? Unë kam, e kemi tokën në fshatë, e kam të trashëguar, jemi shtetë pjesëtar të familjes. Edhe kemi tokat tora, me kemi marrë nga bashkia, nga komuna, nga të gjitha dhe asë një farë përgjies në bëjnë atje. Si që farë, i bezë dhe ketera dhe ik në thona, e juristi atje, dhe i përsi me që doli kjo olja i ministri, mire ka para i që sa ministri, mu të vemi ati nga zyra prapa, po të aplikoj. E bë vetëm aplikim nuk pranoj në zyra. Kështu që. Po qarë bëjt blia, si gjefare të ashtë mos bënë e avas të ashtë që thaj ministri të ashtë. Po pra. Shiko, për çfarë problemi konkretisht keni ju? Po ne duam prona tona që kemi. Ne kemi marrë nga komuna, nga bashkia me të norë të rezuara, kemi 60 vjetë këta, jo për duam këtë dokument, që këtë, merë këtë, asë një farë për gjie farë. Ashtu, a? Të kua janë dokumentat atje, kemi shuar një 7 vjetë ka në të rinë. Ju keni kompensim fizik apo financiar? Urdo? Kompensim fizik apo financiar? Po unë ka kërkuar kompensim fizik. Qëti, po të më sillesh në një dokument të dosjes edhe shojmë edhe pyesim, s'ka asnjë problemi. Të dërgoj dosjen ty. Po. Mirë, faleminderit, Klodi. Faleminderit dhe juve. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, o djoj. Faleminderit. Po ju. Po urdhoni. Në djon. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Të me dëgju Skandivjaka. Po? Kam mbyllur sigurimi shoqëror. Po? Në rast të njëshi, në sigurim shoqëror e Luqi. Dhe së në vjen, nuk jam registru fara as me vend, nuk në ka ardhur. Çfarë nuk ka ardhur? Në online, se kam bërë në online, dhe në online me kam aplikuar. Ti ke bërë për aplikim pensione apo për vite pune? Jo, për plotësim që ka pensione e ka marrun nga dhe 6 euro. Po për çfarë ke bërë aplikim atëherë? Ishe vitë si puna. Për çfarë ke aplikuar atëherë? Kam aplikuar 2 herë. Për çfarë? Për të bërë sigurim, kam mbyllë siguracionën. Ke 2 siguracione?
Jo, rinjetimin kam. Po nderuar, për çka ke aplikuar se s'të marr vesh? Kam aplikuar pa vetëm për kam punuar në shtëpi unë, punë private. Po, a ke dalë në pension? Kam dalë. Për çfarë ke aplikuar tani? Vetëm për to që s'mi ka dhënë këto sigurinë shoqërore. Cilas të kanë dhënë? Po, që kam mbylluar në siguracion. Po ku e diti që s'ti kanë dhënë? Po s'ka marrë. I pyes këtë posta gjithmonë, nuk më shumë. Më dashur edhe një, po s'po të kuptoj fare. Domethënë, kur ke dalë në pension? Unë kam 4 vjet. Ke 4 vjet. Me sa vite punë? Unë kam dalë pension, Po me sa vite punë ke dalë për tani, të lutem? 20 vite punë kam dalë. 20 vite punë. Çfarë pretendimi ke sot? Kam punuar në kooperativë. Çfarë pretendimi ke sot? Kam në siguracion vetën në personal individ. Po tani pas 4 vite shu kujtove? Unë kam nuk në vënjesin, po si mi kanë regjistru më fare. Arsyeja? Nuk e di, s'kan kaluar, s'kan kaluar. Ke dokumente që vërtetojnë pagesën? Mandatet e pagesave i ke? I kam dorëzuar aty, në fjerë. Po kur dole në pension para 4 vitesh, çfarë tu tha për këto mandate dhe për këto pagesa që ke bërë? Ky që dole në pension nuk të shkoj hiri, thaj, kërkoj. Në cilën drejtori e ke nderuar? Në Divjak e Bashkia. Si e ke emrin? Nesmi Petova. Kush? Nuk e dëgjova. Nesmi Petova. Nuk të dëgjova dhe njëherë? Nesmi Petova. Tetova? Po. Po emri babait? Qefqep. Okej. Faleminderit. Faleminderit dhe ty. Gjithë të mirat. Shkoj me telefonat tjetër? Mirëmëngjesi. Shëndetje, mirëmëngjes. Shëndetje. Kam një problem për shtëpinë, të gjithë këtu kemi komshi, mi fjalë anash me majtas edhe djatës edhe para se mbrapa kam hekur udhën, i kanë përfundu të legalizimin. Ndërsa unë nuk e kam përfundu akoma, për arsye sepse i bëj me e-Albanian kërkesën, kam paguajtur te postat, te banka, disa mandate. Nuk ishte ndaj kush e di mandate, po trajdonte ajo, nuk po më japin përgjigje, më thonë që nuk e vet deklarim duke e ngarku e unë vet deklarimin edhe kaq. Unë e kam ngarku deklarimin, ata thonë që nuk e. Deklarimin ku e ke bërë? Kur është bërë në 2005, 2005. Dhe çfarë të mungojnë? Po, ata thonë që në sistem nuk të del vetë deklarimi. Këtë përgjigje në sjellin edhe nuk e di. Kisha shpresë te kjo, në fjalë shumë. Më ke dërguar dokument? Jo, ta nis me anë këtij automati. Atëherë ma nis se të thuash kështu në publik, kisha shpresë te ju edhe s'më ke nisur gjë, tani ma nis që të. Jo, të mora sot që të asnjë problem, ma nis në çdo moment në një dokument edhe patjetër që ne jemi të. Vetë deklarimit nis, do mandatet e pagesës të postës. Ti vërtetim vetë deklarimin nuk ke the, ha? E kam. Atë më nis, vetëm ajo më duhet. Mirë. Ma nis me foto, ju s'u duhet origjinal. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Bar gjithë të mirë. Ti jeni mirë dhe ju. Shkoj tjetër, mirëmëngjes. Kemi? Okej. E presim. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, Lodi. Mirëmëngjes. Nga këtë të fjerit i flasë. Po? Kemi njeri unë tonë së murë për 10 muajsh diagnostikuar me të more, analizat e kemi bërë gjithë në Tiranë dhe përkimet në fije. Thuaj se gjatë gjithë kohës ma thonë mungojnë ilacet, shko meri në Sarand, ja do vi fugoni nga Sarandat ma i bjerë në fije. Mesh. Këtë rrallë gati 1 muaj e gjysëm beti pa kimjo, e qua me qytetin e Vlorës, se nuk e dinim që ati kishte kimjo, ma biti fakti, kimjo kishte, ilacet kishin mungur asë një në thanë të infermierët, spitali shumë i pasër, krasi me këtë pisanjozin të në fije. Tua të di, po pse Vlora, në spitalin e Vlorës nuk mungojnë kimjo të këtyre njerëzve që mund me të more, dhe në fije mungojnë. Çfarë bëhet? Kush nga i qojnë? Do të marin dhe i qojnë për
me për farmaci për qitu. Merë. Këtë kishte vllai. Ju bërë shumë mirë, na i thet, falenderoj shumë dhe të shkuara. Rosh, falenderoj. Okej, jemi në 8:14 minuta në pjesën e tretë të programit për takimin e kësaj të mërkure. Komunikim prej rreth 1 ore. Okej. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Përshëndetje. Mirë si. Mirë. Ora, jam një pensionist, 74 vjeç. Edhe kam 2 fëmijë në moshën 18 vjeç. Gruan e kam të smur pa punë. Am takon në gjë nga këto bashkia sigurisht shoqërore në diçka. Jo, sigurisht shoqërore jo, sepse kanë të bëjë me vitet e punës nga bashkia, nëse plotësoni kushtet, është me aplikim, ndihmë ekonomike, ndihmë sociale, gjitha këto politika që aplikohen në bashki, por të gjitha kërkojnë aplikim më vete. Se me thënë drejt kam shumë probleme se jam vetëm. Sa marrë 220.000 lekë pension muaj marr. Gruan e kam me operim nga gjiri, me studië korrizore, me këto punë. Nëse je në pension? Pension jam, pra pension. Jo, nuk përfiton. 74 vjeç. Me thënë drejtë nuk përfiton. Nuk ka përshëm shtetit një apë në lloj ndihme, nuk ka mundësi. Për sa i përket këtyre lloj nuk po mundet të mbaj ata karamaj. E kam çuar në një shkollë të 16 vjeç bëri tash djali i madh. Në një shkollë profesionale, po e përvalloj dot. Më vjen keq të them që jo nuk ka një përcaktim të tillë për ndihmë. Me thënë drejt, pëlqejmë shumë ty. Edhe të ndjej gjithmonë, edhe më pëlqen shumë që i sqaron njerëzit, jo se më pas njerëz të marrin telefon, po sigurisht që njerëz është fjestate. Më pëlqen shumë më thënë drejt. Ai sa mundemi i ndihmojmë. Në rastin konkret nuk ka. Për të gjithë njerëzit që i sqaron, jo vetëm për veten tim, por je njeri i mrekullueshëm. Shumë faleminderit, vlerësoj pa mas. Faleminderit shumë i dashur. Gjithë të mirat. Telefonata më mëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhoni. Mirë. Kam problem me vitet e pensionit. Me vitet e pensionit? Po. E punës, po? Kam aplikuar 2 herë te Albania. Dhe të 2 herët nuk më dalin një lloj. Të 2 herët nuk dalin një lloj. Nuk dalin një lloj. Po si? Nga viti 1981. Dhe në 90 të maun kam punu të një në mori ishë parku i malla të fusharës. Atëherë kam punu 89.000 të elektriku. Elektriku ka në shfut, për gjithë se periudhe ka në shfut 3 herë në marrë, Mikael Emra. Në të dyja rastet nuk të del ajo, apo? Të dyja rastet elektriku nuk në del. Mërshme. Edhe... Po çfarë të jep do një përgjigje ndonjë arsye që pse apo? Arsyeja jo vetëm thjesht kësaj përgjigje dhe atë nuk janë fotën anë. Ju e keni plotësuar moshën për pension, ë? Ja, edhe 3 vjet kam. Urdhë? Kam edhe 3 vite, vetëm thash ti kontrolloj përpara. Ke 3 vite që ke dal? Jo, s'kam dal, po kam 3 vite pa dal. Mikael jam 62. Aha. Pas 3 vitesh del. Shikoj, nderuar, kjo varet pastaj nga sigurimi shoqërore nëse kur ti të bësh aplikimin dhe kjo përpara nuk mund të zgjidhet. Do të betet për të zgjidhur pasi të aplikosh zyrtarisht për pensionin. Pse nuk nxjerrën përpara? Jo, do dalin, po them te zgjidhja dhe tek mënyra se si. Zgjidhja tek ku mund të jesh un kam punuar në fusharë këtu, edhe këtë do të jenë Shkodër, do të aplikoj më shkuar personalisht. Aplikimi bëhet në Albania, por po them te njohja ose jo e këtyre viteve. Përgjigja do të merret pasi të bësh aplikimin për pension, më përpara nuk mund të bëhet. Dhe kjo e kisha. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Kalojmë në mesazhin për pensionet. Ja u themi çdo ditë sepse është lajm i mirë. Të themi që sa më shumë kalon koha, muajt dhe vitet, aq më shumë rritet ndërgjegjësimi i secilit prej jush për të bërë pjesë e pensioneve private, të cilat kanë vite, dekada të tëra në Europë dhe jo vetëm, edhe në vende të tjera të botës, dhe ku them në Europë dhe në botë kanë fjalën për ato vende shumë të zhvilluara. Që edhe nëse njerëzit nuk aplikojnë këtë pjesën e pensioneve private, prapë të larta mund të kenë pensionet, por jo, ata janë aq të ndërgjegjshëm sa nuk e lën fatin e tyre në dorë të institucioneve, por e ndërtojnë vetë ardhmen dhe fatin që lidhet me financat. Në të ardhme të afër të largët çështje perceptimi kjo. Kështu që
Të njëjtën gjë duhet bëni edhe ju, sepse me vetëm pak lek në muaj, me ato paratë të cilat ju besoj i keni të gjithë, askush nuk mendoj që nuk e ka një 10, 20, 30, por qoftë edhe 50 euro në muaj, po themi ata që janë marrëdhënie pune, apo dhe më shumë. Sa më shumë të jetë kontributi i shtrirë ndër vite, aq më tepër ka përfitim. Kjo është logjike. Ndaj ndërtojeni të ardhmen tuaj financiare vetë me pak për të përfituar shumë. Kjo është edhe filozofia dhe diferenca mes përfitimit asaj që ti ke kontribuar ose investuar është goxha e lartë. Është goxha e lartë dhe është njësoj sikur ti ke parat në një bank dhe ato të kthehen me interesa. Dhe në Sigal Invest të kthehen me goxha interesa vjetore për rreth 4.6% çdo vit. Nuk ka dhuratë më të mirë dhe më të bukur se sa mund t'i bësh fëmijës tënd sapo lindur deri në moshën 18 vjeçare, një fond privat duke e bërë atë milioner në moshën 18 vjeçare, por që këto miliona të shërbejnë ty si prind, sepse në atë moshë do duhet përballosh goxha shpenzime, që nga universiteti, po të dalë edhe me një vajzë apo me një djalë fëmia apo jo, janë mos e normale, kështu që të mos shpenzoni para nga xhepi. I ka aty sepse keni investuar dhe kontribuar ndër vite. Ka shumë përfitime, më besoni, ka shumë përfitime si në spitale, me ulje deri në 50% të tarifave spitalore, kur bëhet fjalë për tarifa të mëdha që si përballoni dot. Në siguracionin e detyrueshëm të automjeteve, e shumë përfitime të tjera. Rreziku dhe humbja për të rrezikuar diçka është zero. Nëse ka një numër më pak se sa zero, aq është. Sa ju ta mendoni. Bori sot pjesë, e nesër më ndoshta mund të jetë pak vonë, sepse sot janë kushte 100% në favor të konsumatorit, të qytetarit, duke marrë në konsiderat gamën e gjerë të përfitimeve, jo vetëm të atij që kontribuon, por edhe të pronarit të një kompanie përkatëse që shmanget nga tatibet nëse bëhet pjesë e kontributeve private për punonjësit e tij, dhe mbi të gjitha fondi është i trashëgueshëm dhe nuk të humbet asnjë qindar ke investuar aty. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes telefonata. Prit zotin rrotpor. Alo, përshëndetje. Nuk kemi. Shkojmë me tjetër. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë. Ule zërin televizorit, të lutem. Po. Një sekund. Të lutem. Po. Një sekund, lutem. S'ka gjë jo. Ka marrë dhe një ditë, Klodi, jam një zonjë nga Durrësi. Kemi pasur 2 përmbytje, por përmbytja e parë dhe thash që nëse keni ngjuar gjë, kanë bërë bordorot, na i treguan, edhe tashti nuk po na japin fare. Çfarë s'po t'japin? Lekët që jemi përmbytur nga ujë. Nuk është miratuar akoma fondi, pra e di që më ke marrë, po mendova se ishte për diçka tjetër. Po? Nuk ka kaluar fondi akoma për këtë kategori tash. A s'ka kaluar? Ende. 2 vjet do ta zgjasin. Kur na dali uji prapë. E drejt, ke shumë të drejtë, shpresojmë në shtator, por të shohim tani. Shumë faleminderit. Na zgjat të lutem me dashur. Faleminderit juve për telefonatën, për çdo gjë ne këtu jemi, kështu që pa asnjë lloj problemi. Kalojmë në publicitet, flasim për Oso që pak më herët na mungoi si produkt këtu. Ja ku e kemi. Është ky paketim që është mrekulli borës në kuptimin e trajtimit problematikave që keni me artritin, me kockat, me nyjet, me reumatizmin dhe gjitha me radhë. E thon mjekët, e thon pacientët të cilët e kanë përdorur dhe flasin për një eksperiencë shumë herë ndryshe, për një përmirësim të cilësisë së jetës, duke i rikthyer asaj që kanë pasur dikur, dhe të njëjtën gjë duhet bëni edhe ju në rast se keni problematika të ngjashme apo të tilla. Një rekuperues shumë i mirë i kockave për shkak të formulës dhe përbërjes që ka, me minimumi 2 tableta apo i quaj kështu në ditë ose 2 kapsula. Ju arrini që t'i thoni një herë për gjithmonë lam të mirë dhimbjeve të kockave, të cilat në raste të caktuara janë goxha të forta dhe ju pengojnë jo pak. Publicitet, vime një herë në minutat e fundit. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për takimin e sotëm në 8:31 minuta. Ju presim në 068 60 54 639 068 99 0008. Na ka pritur dikush në linj? Nuk na ka pritur. Mirë, presim ne pak sekonda dhe për këto momente të fundit të emisionit për ditën e sotme, mërkur data 29 Korrik 2026 në pjesën e fundit të programit prej orës 7:15 në komunikim së bashku për problemet dhe shqetësimet tuaja, të cilat janë prezente dhe përmes
mesazheve të shumta që na vijnë çdo ditë, ndaj dhe kemi lënë hapur si hapësirë komunikimi për pjesën që ndoshta e ka të pamundur, të vështirë, për arsye të ndryshme për të bërë pjesë përmes telefonatave të drejtë për drejta. Gjithsesi ne ju presim në këto më pak se 20 minuta kohë televizive të mbetur deri në përfundim në 068 60 54 639 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Në javën ku kam dëgjuar që ministri i drejtësisë ka thënë që ka drejtori i përgjithshëm ditën e ajit e ka pritje për popullin. A është e vërtetë apo? Kush ka pritje për popullin? Drejtori i përgjithshëm i hipotekave. Jo i kadastrës, më duket se i agjencisë trajtimit pronave, më duket, po i kadastrës jo një herë. Jo i kadastrës, ha? Jo. Ke ndonjë problem që mund të ndihmojmë? Problem, shumë problem. Shqiptar, si gjithë shqiptar, që në 2017 kam aplikuar për një. Po na e thuaj pse duhet të na e tregosh si problem. Ke aplikuar në 2017? Në 2017 kam. Për certifikat pronësie besoj apo jo? Bravo. Dhe se ke marrë akoma? Akoma. Ke marrë ndonjë përgjigje? Kam aplikuar, më kanë thënë të kanë ulë dokumentat. Në janar kam aplikuar, se më thaje drejtoresha aktuale, aplikova e herë sërish të komplet. Kur është bërë aplikimi i fundit? Aplikimi e kam bërë në janar. Të fundit? Të fundit. Për certifikat pronësie të kujt? Të tokës, të shtëpisë, të tokës bujqësore. Të tokës. Edhe trashëguar dhe tokë bujqësore. Të me mbulojme të dyra. Dhe s'kam asnjë lloj problemi, çdo më kthejnë do përgjigje. Përgjigje keni marrë ndonjëherë? Po, kam marrë, po të përgjigje që Sharake shkova takova. Jo, çfarë thuat? Okej, se ka rëndësi ajo dhe për ndikjen e rastit pasaj. Çfarë përgjigje? Të mungën gjë e madhe që Sharake që unë kam aplikuar, kam nisë prapë origjinale, se kam pas dy AMTP origjinale, njërin e kam nisë në 2017 dhe kam marrë konservë dhe u detyrova. Dhe çfarë do thotë të mungon AMTP-ja? Po, AMTP-ja, po e nisa tash në janar e kam nisë për sej. Dhe më thënë përgjigje nuk e ke, thotë. Kështu që kam aplikimin që ta kam nisë, ta kam dërguar. Dëgjoj pak. Po, takova rastisht, shkova në zyre takova, thirrjet nga djalin e... Shërësi ka, nuk ka lidhje fare. Dëgjoj pak. Shumë ktheva së lloj përgjigje, më tha, masanej privatisht më tha ti gjitha letrat e ke, tha, por nuk duhen me ta lënë, tha, se gjitha letrat e ke, më tha i juristi. Ku s'di ku më në botë. Shiko. S'duhen me ta lënë, tha, s'duhen me ta lënë. Dokumentin e aplikimit të janarit e ke? Po. Mundohu të manisësh dhe të pyet, ku ndodhet prona? Po në Velipoj. Në Velipoj. Mundohu të manisësh një dokument aplikimi, atë të janarit mundësisht që ke bërë. Po. Dhe të pyes në kadastër pastaj. Falenderoj është zëvë shumë. Dakor. Mos ja pak çfarë do kohët se unë jam edhe i moshuar. Kur ta kesh mundsinë, nuk ka asnjë lloj. Falenderoj. Asnjë problemi. Të lutem, faleminderit juve për telefonatën, ditë të mbar. I kërkojmë dokumentet të aplikimit sepse e kërkon institucioni, është më e thjeshtë për ta gjurmuar një rast të caktuar. Më mirë kështu se sa me emër dhe mbiemër, sepse imagjinoni një aplikim disa vite më parë, pastaj se çfarë regjistrash duhet të hapen. Gjithsesi, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Me Klodin flas. Po, Klodia. Po, Klodi, faleminderit. Kam një problem me pensionin e gruas. Më thuaj. Që 2024 nuk është quaj 8.000 lekëshe, 10.000 lekëshe, dhe ne pas mundësi se s'kemi qenë këtu për ta ndjek. Edhe thash më ndihmon sepse mi pa mundshëm. Jetoni jashtë? Jo, kam qenë jashtë, po kam marrë, po atë 8.000 apo 10.000 nuk e di. A 175.000 ka pas më 24, ndash i ka çmerr edhe sot. Ka dalë në pension, zonja? Po. Ku banoni ju, ku e keni gjendjen civile? Jo, unë banoj në Tiranë, po pensionin e marr në Kukës në fakt. Ku e merr pensionin? Në Kukës. Në Kukës. E kuptova, po cili është, çfarë pretendimi keni aktualisht? Si? Çfarë pretendimi keni, them? Jo,
nuk ku marrë shtesën 8.000 lekë, që nëse 10.000, që nuk e di sa këte, që është bën vit 3 këte, që dikush ka marrë 18, dikush i 8, dikush i 6. Dëgjoj pak, juve kur ka dalë në pension zonja? Në 2014. 2014, me sa vite punë? Me 30, si në me shumë fëmijë. E kuptova. Sa e ka pensionin? 175 ka që ka pas, 24 ka që ka dhe sot në vazhdim, nuk e ka shtu fare këte, se kam parasysh atë. Dhe s'ka marrë asnjë shtesë, po thuat? Jo, thash më ndihmon. Keni kërkuar, keni bërë ndonjë kërkesë? Jo, s'kam bën, nuk e bë fare. Si ka emrin zonja? Gjulferie Dali Marku. Edhe një se nuk e dëgjoj mirë. Gjulferie Dali Marku. Gjulsehie? Gjulferie I-E. Po, Gjulferie Dali Marku, po. Dalip Marku. Dali. Dali. Po. Okej. Mirë, të interesohemi. Falenderoj. Falenderoj për telefonatën, sepse duhet parë se është me aq sa më the dhe ndoshta mund të jetë, por gjithsesi ka nevojë për verifikim zyrtar si rast. Faleminderit shumë. Okej, kemi telefonat tjetër? Ende në 8:37 minuta. Në këto 10-12 minutat e mbetura të emisionit për ditën e sotme, si gjithmonë, drejt për drejt këtu në Ora News, në takimin e përditshëm, nga hëna në të premte tashmë prej orës 7 deri në orën 9 në 068 60 54 639 në 068 99 0008 për këto minutat të fundit të emisionit për ditën e sotme. Pristi edhe gushtin, kam mesazhe dhe telefonata ditën e djeshme që na kanë përcjell shqetësimin e mosmarrjes së bonusit të korrikut gjatë muajit. Korrik pra gjatë këtij muaji në fillim. Gjithsesi unë do ju sugjeroja që të pristit edhe muajin gusht, sepse vetë rregullohen këto dhe pastaj shohim bashkërisht se ç'mund të bëjmë. Mirëmëngjes telefonata. Jo. Urdhoni. Shëndetje. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po, patjetër. Dëgjova një zotëri që mori në telefon, që ishte pensionist dhe po pyeste nëse përfitonte diçka për fëmijët që ishin në 16 vjeç. Njëri nga ata ndiqte arsimin profesional. Po. Unë punoj në arsim profesional dhe përfiton burs djali. Jo. 73.000 po. Edhe librat falas, është me ligj. Ka vite që aplikohet. Thjesht për ta ndihmuar. Jo, shumë mirë bëre, por zotëria pyeti për ndihmë nga bashkia. Këto janë aplikohet në shkollë me një dokument. Jo. Zotëria pyetja zotërisë ishte a përfitojnë ndonjë ndihmë sociale nga bashkia. Nëse mbase nuk e kishte edhe iden, thjesht e dëgjova dhe atë. Jo, shumë mirë vlerësoj pa mas, por duke qenë se ai kishte për nga bashkia, nuk ka një përfitim sa ko ai merr një pagesë nga pensioni. Edhe këto nga bashkia merren. Fëmijët që ndjekin arsimin profesional dhe kanë njëri nga prindrit në pension, automatikisht në bashki dorëzohen dhe këto dokumenta dhe përfiton burs. Po ishte tjetër gjë pra, e dashur edhe një herë. Në rregull. Jo, dakor, qëndron kjo juaja, shumë mirë, mua s'më shkoi mendja, por shumë mirë që juve dhe vlerësoj pa mas. Shpresoj të jetë duke na dëgjuar. Zotëria, po duke qenë se më tha për familjen nga bashkia, nuk ka një ndihmë nga bashkia drejt për drejt, ndihmë ekonomike, ndihmë sociale për çdo ndihmë tjetër. Dakor, në që efektoj. Kurse për këtë, jo, bëre shumë mirë dhe shpresoj që ta dëgjoj zotëria për ta aplikuar si gjë. Dhe të falenderoj pa mas madje. Shumë faleminderit e dashur. Jo ndjek. Shumë faleminderit. Faleminderit vërtet. Shkojmë me tjetër. Telefonues në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Nuk kam marrëveshje me Greqinë, na shkruan dikush. Kam kohë për dalë në pension. Deri kur të vi mosha jote nuk e di nëse do ketë apo jo, por aktualisht nuk kam marrëveshje. Njohje pensionesh me Greqinë është folur her pas here, është diskutuar, por asgjë konkrete dhe materializuar. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Mirëmëngjes. Me Klodi më flas? Klodi. Dhe ka një problem me pensionë. Kam dalë në 2015. Po? E mbaj një pension 180.000 lekë. Mirë po kam 3 vite punë që nuk mi kam vend. I kam në Librez e si kam vend. Pse? Mund të marrë prapë. Po pse nuk ti kam Po kam qenë në Greqi, tash i kam marrë.
Pse nuk ja u kanë dhënë? Kur ka marrë një bera një institut të sigurime shoqërore Tiranë, më thanë që kujtove e vonë. Si të thanë? Më kujtove e vonë, nuk më ta marrësh tash tanë. Po pse? Shumë më thanë. Janë në Libreze, një vit është në Fierzë, i shënuar, kur kam ikur nga Fierza, nuk e kam marrë largimin, e shënuar me laps. Me laps. Ku ke punuar në këtë periudhë që s'të llogaritet? Unë ka punuar në Fierzë një vit. Në? Po u largova, nuk e mora atë largimin. U largova. Shko, nëse jam me laps ato nuk të llogariten, po çfarë ka qenë ky institucioni që ke punuar? Unë ka punuar në kantierën e cimentimit me sonda. Nuk ka mënyrë tjetër përfitimi përveç gjyqit i dashur. Vetëm e gjyqe? Po. Sa vite janë? Sa vite janë? Janë 3 vite. Një vite kam në Kurudhe, një vite kam atje, edhe 6 muaj, një vite kam në geologjinë e Koshtit. Nëse ke shpërndara kështu pastaj do hapësh 3 gjyqe që nuk ja vlen. Nuk ja vlen, Absolutisht jo. Faleminderit. Si ja vlen se shpenzimet në raport me përfitimin pastaj është nuk ja vlen fare, dakord? Dakor, faleminderit. Përshëndes shumë, faleminderit juve për telefonatën. Nuk ja vlen se duhet bërë llogaritë kozjatjes së gjyqit e shpenzimeve gjyqësore, dokumentacionit, gjitha me radhë dhe pastaj në rast se dhe për më tepër kur janë të ndara, dhe kur bëhet fjalë për 3 apo më shumë e më pak procese të ndryshme, kjo e vështirëson dhe ndërlikon akoma edhe më tepër pastaj situatën për një çështje të caktuar. Kur bëhet fjalë për kaq vite, kur bëhet fjalë për shumë pastaj dhe kur reflektimi në pension është goxha i konsiderueshëm në rast përfitimi përmes vendimit të gjykatës, aty pastaj është tjetër gjë se ja vlen në skepse i lënë të pamarrë këto vite. Okej, jemi në rreth 5 minutat e fundit të emisionit për ditën e sotme. Në 068 60 5469 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Me Klodin dhe shëtë... Klodia. Klodi? Po. O Klodi, jam një qytetar këtu nga Tirana. Me del kryet tani në pension në shtator. Çfarë dokumendash mund që të çojë të patë mundësi me ndihmu pak? Dokumentet, librezat dhe ndonjë vërtetim tjetër që zonja do e ketë në shtëpi dërgon me post, por pas aplikimit në e-Albania. Kur të hapni e-Albania, në momenti kur të bëhet aplikimi, ke aty ato fushat bosh që duhen plotësuar, që patjetër do t'ju ndihmoj dikush për të plotësuar dhe s'ka asgjë gjë të keqe. Po. Është procedurë e thjeshtë, dashur, mos u shqetëso fare. Po mirë, para do ta aplikosh ajo e Albania që është ajo, pastaj do t'i çesh me postë. Në Albania dhe ditën tjetër pastaj do i dërgoj me postë ato dokumentet e librezës edhe ndonjë vërtetim tjetër që ka. Po ne nga komuna për shembull se ka shumë vite punë që i ka të pleme mi fjalë, që i ka shumë mandat pagesat i ka. Po i ka. Do i ngarkoj në Albania ato me foto dhe i dërgon fizikisht me postë të sigurime shoqërore. Do t'ju ndihmoj dikush patjetër sepse vetë nuk e bëni dot. Vështirë, di, unë jam moshë vjetër vetë. Prandaj po them. Por është një procedurë, një proces i thjeshtë që bëhet kollaj, dakor? Nuk ka një kështu. Absolutisht jo, asnjë lloj problemi s'ka. Mos u shqetëso. Mirë, kështu një vërtetim nga komuna që ka qenë për shembull. Ska lidhje vërtetimi, vetëm mandatet e pagesave që ke bërë në diku. Nuk ka nevojë vërtetimi aty në komunë? Jo. Mirë, rrofsh. Asgjë të lutem. Kur shkoni me ushqim me... Jo, nuk ka problem fare, gjitha shërbimet janë në sistem tani, janë online. Rrofsh. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Do të flas me një problem që kam në pension. Urdhoni, Klodia. Klodi, po. Me Italinë ndërhyni dot juve? Urdhë? Me pensionin Italinë ndërhyni dot? Ç'do të thonë pensioni Italinë ndërhyni dot? Kam bërë një vit të parë një kërkesë për marrë pension me marrëveshje që bërë me Italinë në Shqipërinë. Edhe kam një vit që tani unë po jetoj këtu në Shqipëri, në Fier. Tani ku është problemi, atje apo këtu? Nëse është atje nuk ndërhym dot. Nuk ndërhym dot. Po nëse është atje s'kemi kë pyesim. Fillimisht mua më thanë që duhen në vitet e Shqipërisë. Si erdha këtu në Shqipëri, mora të... I ke marrë vitet e Shqipërisë? Po. Është atje, duhet të interesoni atje të institucioni.
Faleminderit. Të lutem, faleminderit juve. Ndërsa po të ishte këtu, patjetër me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si u vit. Mirë. Urdhroni, si jeni ju? Desha bërë një pyetje shumë për korektësi për këtë punë e pensionit. Unë kam 2 kalamaj që binjak, po i kam e probleme me kempe dhe janë qik me vonesa me gjekëshu. Edhe desha të pyse në qik për punë e dokumentave që kam të pensionit dhe kam shumë frikë se mos mi kanë grisur a gjerë shumë e fjatë. Ekziston në mënyra për të kamu... Kush i ka grisur? Po kalamajt i kam qik me probleme, kupton? Po pra kuptova, po ku është shqetësimi tani? E shqetësimi është e kjo për shembull, këto unë shtet kam punuar, ekzistojnë dokumentat kur dalë pension se duhet një 3-4 vjet të dalë. Po çfarë lidhje ka kjo me fëmijët? Po sepse dokumentat që mbaqet duhen që të dhënë kur del në pension, kam frikë se mi kanë thënë se po i gjej kundi. Ekziston mënyra që gjenden ato? Ku ke punuar për këto vite që keme me rak? Në arsim. Nuk ka lidhje, në çfarë vitesh? Po në Librezi kisha unë që nga 89 pas ushtrisë. Gjë pak, ka një gjë, nuk besoj të jetë problematik kjo, sepse nuk kemi rastisur probleme të kësaj natyre që po thua. Megjithatë, përgjigja përfundimtare do merret pasi ta aplikosh, nuk bën dot gjë më përpara kësaj. Si mund ta aplikoj ta zëm se si kisha dokumentat? Si? Si mund ta aplikoj për shembull ta zëm se si kam dokumentat? Çfarë dokumente ke? Ti do i kërkosh vitet në Jelbenia dalin ato. Dalin dhe këto para 90-s? Edhe ato para 90-s dalin, patjetër. Është i freskuar shërbimi dhe të dalin, kështu që nuk besoj të kesh problematik kësaj natyre. Shumë faleminderit dhe kam respekt për ju. Të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Shkëmbet tjetër, mirëmëngjes. Alo? Urdhoni. Përshëndetje, jam një qytetar, dua të bëj një akt për rivlerësimin e banesës. Sa mund të më ndihmosh si të veproj? Çfarë do bëni? Një rivlerësim banese. Po? Po nuk e di çfarë veprimesh mund të kryej. Nuk e di çfarë? Çfarë veprimesh mund të kryej, si ta aplikoj, si ku? Ku ndodhet prona? Në Elbasan. Lej numër telefoni. Numër telefoni? Po. Te u jap ju? Po. Okej. 068 27 27 apo 47? 27. 85 725. 728. E 5. Okej. E mora. Faleminderit. Edhe ju faleminderit. Mirupafsh. Gjithë të mirat. Shkojmë telefonat tjetër. Apo s'kemi koma? 1 minutë? Okej, shpejt. Alo, përshëndetje, me qenë së është. Alo? Mirëmëngjes. Kam apliku dhe në 2019 për certifikatë toke. Po? Kam 4 certifikata. Ka të folje bashkë, ka e 5-6 muaj, më ullio me i Albania, atas nuk dalin fare. Provoj shpesh, nuk e hapin. Mund në një mëshme me to tjetër? Po, çfarë aplikimi është kjo i nderuar? Për certifikatat e pranësisë. Edhe, a e ke bërë aplikimi? I kam apliku, i kam shumë rrëllë dhe në 2019. Po, çfarë ndodh tani? A si përgjigjës vjen. Më si dokument aplikimi të pyes. Na punoj atë sa i marrë dhe më hadë boni këto ka unë. Të shkëso s'kina gjonë dorë, ne jo ka shku në gjena kasë, ka shku më pa. Në në sësh në thosë sa hershim të në përcjel. E kuptova, më sill dokument aplikimi ndëruar se jemi vonë, më sill dokument aplikimi dhe të pyesim, dakor? Sjell dokumentet? Dokumenti që vërteton se ke aplikuar. Po, do të çoj më foto? Po, të lutem se jam shumë vonë. Faleminderit. Ishte gjithçka për sot, faleminderit që na ndoqët, do bëhet pjesë e programit, i takojmë gjatë ditës në lajme dhe nesër në emision.